Në projekt buxhetin e vitit 2026, qeveria ka parashikuar një fond prej 1 miliard lekësh për bashkitë në të gjithë vendin, me qëllim përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve urbane. Kjo shumë do të shpërndahet përmes një transferte të pakushtëzuar sektoriale, një formë re mbështetjeje fiskale që synon të forcojë pushtetin vendor në grumbullimin, transportin dhe trajtimin e mbetjeve. Ky hap vjen pas dështimit të projekteve të inceneratorëve, për të cilët janë paguar miliarda lek pa u ndërtuar kurrë. Sipas aneksit 8 të projekt buxhetit, ndarja e fondeve bazohet në sasinë e mbetjeve që prodhon çdo bashki dhe kostot e transportit drejt qendrave fundore të përpunimit. Bashkitë e Veriut, si Shkodra, Lezhë, Puka dhe Malesia e Madhe, do të financohen për transportin drejt zonës së menaxhimit Shkodër. Në qendër, bashkitë Durrës, Krujë, Tiranë dhe Kavaj përfshihen në zonën Tiranë, ndërsa në jug, bashkitë e Gjirokastës dhe Sarandës do të mbështeten për transport drejt zonës Gjirokastër. Për Korçën, përfitues do të jenë bashkitë Pogradec, Devoll dhe Kolonjë. Ky model tregon ndryshimin e qasjes së qeverisë, e cila po largohet nga modeli i inceneratorëve të dështuar dhe po orienton fondet drejt zgjidhjeve rajonale më funksionale. Nga viti 2018 deri në 2022, buxheti i shtetit ka paguar 4.75 miliardë lek për 2 inceneratorë në Fier dhe Elbasan, që kurrë nuk u ndërtuan.